që do të them, por si Garanti. Si përcjellës i atij projekti, a cilësohet FC Lota si projekti më i suksesshëm i yti? Apo ka të tjerë? Po, më me thonë që deri tash po. Deri tash po. Inshallah. Shen ka gati më domethënë. A ka pasqyru me të vërtetë realitetin e futbollit kosovar asë kohë kur u transmetua edhe ky projekt, të cilën e përmendi Profa? Shumicën e raste. Vazhdon me pasqyru fatkeqësisht. Unë jam deri para 2 vjetë këgjashëm e kom përcjellë Superligën e Kosovës. Po. Tash 2 vjet ma pak, jo për në arsye, por për shkak të angazhimit, për shkak se atëherë kom pas edhe serialin e FC Lota dhe më interesoj që edhe dasht e pa dasht na bike me pas kontakt me klubet. Na normalisht secili projekt që niset dikun e ka një bazë, na nuk mëna me shpik sana, na veç dikun bazohemi. Jo gjithçka ka qenë e bazuar normalisht. Keni pas një bashkëpunim me Ismetin, a mundesh me na tregu përvojën? Po mdoket, a? Po, ke qenë pjesë? Po, trajneri ka Profa diçka më ka thonë, tha ti pas ke gabu profesionin, tha ti kur ke kon për Hollywood, tha po. Çfarë ishte ka futbolli? Nuk kone